Dhe qyshtja bëjsh kanë me ta bo. Fëmija të një dit kanë me ta bo zije mazi. Nana dhe babalar nuk pa kanë mshirë ndaj me të vezërve të tyre. Dhe po e thëmë sinqerisht edhe seriosisht edhe me vetë djetë plot, me gëzim po e presin nana të kësaj kohe me u bo fëmija me ecë, me i bo një vjetë e gjysa 2 edhe drejtimi i parë në këpsht. Ku pe qanë këpsht, ti ku pe qanë këpsht, ti ku pe qanë këpsht, e ju që keni pare, hapni që si kopshtë sa të moni, edhe rritni shmimet sa të moni, mos i leni me 150 me 200, po rritni shmimet. Se kur nana edhe baba janë të interesuar në për kopshte, atëherë ju që keni mundësi, hapni që si qerdhesh, që si kopshtesh, se keni me imbush. Amo ju që keni pak strategji në biznes, shikoni pak ma largë, intereson në përntarmen edhe për shtëpi të plezër me i hapë. Pse? Sepse qëta fëmija e kopshteve, të qerdheve, këta mas 50 viteve e marrin nanën edhe babën për dorë e thojnë hajde edhe ti po çojna një kopsht tjetër. Që shumë ke shumë ke lanë atje vetëm. Ju që jeni pak ma vizionarë dhe keni pare, bënë për këtë projekt për në tarmen, shpia shka të pleqve, sepse ka me pas interesim qysh ka në për Evropë. Bugjeti madh, mjetet të mëdha ndahen prej ministrive të mirëqenje sociale për Evropë për që ta pleshtë dhe plakat, sepse i madh i vogël pejtrive i marrin print edhe i qojnë në për shtëpit e pleqe. E dini pse? Se atje moti ja ka nis me lon fëmijët vetëm. Ara mendoje 8 orë, 10 orë po tregojnë raste, vanohet nana baba, ka dalë se jam i zënë, jo trafiko, pse me kon sa ma larg fëmijës. Edhe ishte këto pëjmendjes që këtë fëmija po kanë probleme me folë, se këtë kur t'i pëq, e pse po i qenë një kafsh? Jo, s'po mëne djalin mu socializue, s'po mëne vajza me i thonë fjallë të mirë, po në pas një ditë kopsht edhe përshë sa mire flasë gjuhën Shqipe. As një ditë kopsht, edhe jem kon fëmija i parë, edhe unë s'kom pas kush me mësu me folë atë. Na këtë more në për shpia tona Shqip flasim, këtë na komunikojmë Shqip, ka pak e kena njës tash anglisht edhe gjermanisht, po shumë hica prap flasim Shqip. Edhe tash s'pas ka mundësi nana e baba me mësue, po dash ka me qu atje. E ka nana e baba që i lanë edhe ma gjatë, jo 4 orë, 5 orë, po 8 orë, 9 orë i lanë në kopsht. Dhe qyshtja bëjsh kanë me ta bo. Ju që e keni fëmijët në për kopshte, se s'po keni kohë për fëmijët e ju, për ka titoni, shkoni ka pak atje të lagje e perinazit, që në atë shtëpin e plezgjë aty. Mos shkoni atje të ajo shtëpia atje, largë që është, që ajo është e bukur, atje shkojnë veç ata prind që s'kan fëmijë, s'kan djemë edhe vajza. Po të kjo shtëpia këtu në kryeqytet që kemi, lagjën perinazit, shkoni ka pak vizitane, bini rretherot edhe dhe këshën e venin, thuj nështa që tu më pret edhe mua. Pse? Se fëmijët e mi ku më quhe, dikun tjetër. Andaj vllazën do të me manifestu mëshirën. Do të me manifestu mëshirën. Unë nuk du me folë për kopshtet dhe për qervet. Sepse këtë prindit ashtetohen e po na jena në punë, po mirë me tash që po punan ti, ose gruaja jote. Pagesa që aty në kopshteve 2-3 fëmijë, ka po po dikon rreth 500 euro për 3 fëmijë. Ku e ki e rogën? Të sa e ki e rogën? Qaj e rogën që për merë peqane, pa në të koftë që ashtu veç me ndru parat, meru me fëmijët e tu. Si do që tjetë, na duhet jemi ma të mëshirshëm, edhe nëse i kemi fëmijët në për shtëpit tona, me qenë ma të dhimshëm, me qenë ma të mëshirshëm, me qenë ma të dashur.